Fundjavën në Telesport nis të premten. Në Pallatin e Sportit Aslan Rusi luhet ndeshja më e fortë e kategorisë së parë në basketboll për meshkuj në orën 19. Ardmëria përballë Superior Basket, betejë për vendin e parë. Transmetimi live. Të dy skuadrat nuk kanë pësuar humbje deri tani. A do t'ja dalë skuadra e Eduard Çarçanit t'i shkaktojë disfatën e parë ekipit të Afrin Bilalit? Të shtunën transmetimet tona live nisin që në orën 14 me volebollin. Live nga Durrësi, Pallati i Sportit e Ramazan Njala, Teuta kundër Skënderbeut, e vlefshme për Superligën e meshkujve. Në orën 18, po në Durrës, luhet përballja e basketbollit në Superligë mes Teutës dhe Partizanit. Teuta e sapo ngjitur në Superligë e përforcuar me elemente cilësor përballë Partizanit që kërkon kthesën nga fillimi më i mirë. Dhe takimi që mbyll fundjavën, qershia mbi tort. Dy finalistët e kampionatit të fundit, Tirana pret në sallën sportive Faria Hoti, kampionët e vllaznisë në javën e 4 të sezonit. Tirana sfidon miqt për t'i marrë kreun, e gjitha në Telesport, që nga ora 21:00 janë ndiqni.